Ndonse sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit, vendi ynë nuk shënon progres në luftën kundër korrupsionit, megjithatë euroambasadori Mihajlis Rokas shprehet optimist dhe thotë se Maqedonia e Veriut është në rrugën e duhur. Against corruption got a hard hit. Lufta kundër korrupsionit u godit fort në vitin 2023 me amandamente të kodit penal dhe mendoj se kjo çështje duhet të adresohet. Parlamenti miratoi një iniciativë për ndryshimin e kodit penal. Gjithashtu para kësaj jave u formua përbërje e re e Komisionit për hetime financiare dhe konfiskim të aseteve publike. Kështu gjithë kjo është inkurajuese, gjithashtu kjo na jep adresën të besojmë se gjërat kanë filluar të ecin në drejtimin e duhur. Por ekspertët janë skeptik për avancimin e vendit në luftën kundër korrupsionit. Disa prej tyre thonë se si shtet kemi stagnim të plot dhe nuk ka luftë një mend kundër korrupsionit. Sipas analistit Xhelal Niziri, zgjidhja është në integrimin e plot të vendit në Bashkimin Evropian, sepse siç thotë, Maqedonia e Veriut nuk ka kapacitet vetë ta luftojë korrupsionin. Nuk presh që të ketë rezultate të mira përderisa nuk ka proces të negociatave për integrim në Bashkimin Evropian. Për shkak se ky proces është një lloj përmirësimi i kapaciteteve institucionale të vendit, jo vetëm për të luftuar korrupsionin, por për ta bërë sistemin vetë më funksional dhe më shërbim të qytetarit. Ndodhemi në gjysmën e poshtme me më pak se 50 pikë me nota të ulta për sundimin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut, që janë çelësi kundër korrupsionit, thot ish-kryetaria e antikorrupsionit Biljana Jovanovska. Ajo nuk sheh indikator që çojnë në përmirësimin e situatës, duke përmendur rastin e vjetshëm me antikorrupsionin dhe përzgjedhjen e gjyqtarëve. Например, последният настан в Судски совет, кога имате инициатива интервюто за избор на суди да биде транспарентно пред јавноста, членовите на Судскиот совет со повеќе гласови гласат противното. Значи, се уште ние не сме дозреани како општество, затоа што ако некој може да се спротивстави на корупцијата, на влијанието, на клиентелизмот, на непотизмот, тоа е транспарентноста. Për vitin 2025, Maqedonia e Veriut ka marrë sërish 40 pikë në indeksin e perceptimit të korrupsionit, pa shënuar përparim thelbësor, edhe pse formalisht është renditur 4 vende më lart, në pozitën e 84. Ky përmirësim lidhet më shumë me përkeqësimin e rezultateve të disa shteteve të tjera, thot kryetari i Transparency International, Blagoja Pandovski.